Përmes kontratës mbi vepër po synojnë punësimin e 20 ekspertëve për dhënien e shërbimeve të veçanta në kosto prej 480.000 euro, por këto të fundit për të cilat Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është në kërkim, rezultojnë të jenë punë që u takojnë zyrtarëve publik si administrim dokumentacioni, koordinim institucional, organizim takimesh, hartim raportesh, komunikim publik dhe mbështetje teknike administrative. Kësaj organizata Demokraci Plus kërkoi anulimin e këtyre procedurave me që në to ka shkelje të rregullorës për prokurim. Problemi me këtyre qëndron se pozita e këtyre punonjësve dhe përshkrimi i detyrave janë detyra të rëndomta, të cilat duhet të kryen nga administrata e ministrisë, pra janë detyra të rregullta të stafit civil. Kjo duhet të shkojë përmes një procedure të rekrutimit të rregullt dhe jo përmes marrëveshjeve të shërbimit të veçanta. Dragusha thë se mes pozitave ka edhe të tilla që janë politike. Pastaj është një pozitë një ekspert i komunikimit me publikun, i cili është edhe më shumë problematike, pasi mendohet të bëhet tek kabineti i ministrës dhe në përshkrimin e detyrave thuhet se kjo i raporton ministrit dhe nuk i raporton sekretarit të rregullt, si është stafi i rregullt, dhe në këtë mënyrë të lënë të kuptohet se kjo është si pozitë e dedikuar për staf politik. Earbër Kabashi nga EMPO thotë që paga mesatare që mund të marrë një ekspert nga kjo kontratë është rreth 1.000 euro. INPO ka analizuar edhe vlerën e parashikuar të secilit lot apo të secilit kontraktori individual dhe del të jetë se paga që mund të paguhet një kontraktor përmes kësaj kontrate mund të jetë deri në 1.000 euro në muaj. Kjo pagë pra është shumë e lartë se sa paga që merr një zyrtar i ministrisë i rekrutuar përmes konkursit të rregullt. Televizioni ka kërkuar një sqarim për këtë çështje dhe nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, por gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje.